Dhe vjen krucializimi. Pa gola dhe pa fitues është mbyllur takimi javës së 32 në Abistin Superiore mes Vllaznisë dhe Utos. Pas një pjesë të parë të zbetë, në të dytën skuadrat provuan të ishin kërcënues pa mund të dërgonin topin në fundin e rrjetës. Sfida në Loro Boriçi nisi e qetë duke bërë që rastet për shënim të mungonin. Mungesa i Baraj ndihet tek kuqe-blu të cilët e kanë të vështirë për të qenë të rrezikshëm, ndërkohë që në anën tjetër bregdetarët rrekën të debërtojnë nga krahët pa efikasitetin e duhur. Në minutën e 33 Vllaznia pretendon për 11 metrash pas kontaktit me Same Kotobilli, por nuk është i këtij mendimi kryesori Olcit Ferataj. Për te dy luftimeve të dëshirës për të parë nga sulmi, pjesa e parë mbyllet me rrjedhë të paprekura. Fraksioni i dytë nis me zëvendësi për Teutën, Arifi mbetet në dhomat e zhveshjes dhe në vend të tij aktivizohet Peposhi. Mesfushori Kuksan mundohet të frymëzojë miq me freskinë fizike dhe po rrjedhoi në minutën e 69 servir Rok Tomo si kosim të bukur, por sulmuesi nuk koordinohet si duhet. Në krahun tjetër Vata ndal me vështirësi tentativën e Çopës, por para se të besohet të Bledar Hodës të kërcënojnë nga distanca me Tomon e Kaplanin. Loja u bë atraktive me dyja skuadra që provuan gjithçka për gjithçka, por për te intensitetit të lojës rezultati mbeti i bardhë 0-0. Vllaznia nuk përfiton nga hapi falsi Dinamos, ndërkohë që Teuta me këtë barazim gjendet në vendin e 6 me 34 pikë të grumbulluara.